Shkoj me postimin e ditë hoc, e ki citu profesorin e nderuar Milazim Krasniqi, profesori gazetaris, i njohur, veteran, të cilin ai profesori ka thënë kështu: emisionet që ngjisin përçarje fetare e kombëtare ndikojnë keq edhe në shëndetin mendor të njerëzve. Si studiues i kulturës dhe gazetarisë, i ftoj të gjithë njerëzit që të shmangen nga emisionet të atilla. Profesor Milazim Krasniqi. Po. Janë shtu shumë emisione. Po. Ku nxitën përçarje, afeja, kombi, anekni. Po, unë vetë sa e pashtë, domethënë që e kishte postu profesori, Zoti e rujtje, i dha shëndet. Amen. Është në moshë, domethënë që ka të kalume, edhe është një intelektual që na duhet ta vlerësojmë. Absolutisht. Zoti ja rujt shëndetin edhe i dhash jetë të gjatë në shërbimin e mbar njerëzimit, e sidomos popullit shqiptar. Kështu, sonë këto emisione që po mbahen, domethënë, kinse ata po i shërbejnë popullit e vendit. Në realisht po ndikomi prek asaj që po ndëgjojmë dhe po e shohim. Pse? Unë nuk pajtona se populli shqiptar, pjesa dërmuese janë ashtu sikur disa mundohen kështu me na apostrofu se jemi të këqij. Unë kam një ide kështu, historikisht, domethënë prej kur është krijuar Ademi alayhis salam, dhe kretë popujt që kanë jetuar deri sot, edhe deri në ditën e Kiametit që do të jetojnë. E keqja është pak. Edhe gjithmonë e mira është shumë. Se po të kishte qenë e keqja shumë, e mira pak, atëherë bim ndesh me ligjet e Zotit. Po ku është dallimi? Pse na duket neve se të këqit janë shumë? Problemi është se ata pak që janë më të zhurmshëm. Ata më shumë bëjnë zhurmë. Kurse këta që janë të mirë, duke u mjaftuar me një farë mënyre mjaftohen që janë të mirë edhe nuk bëjnë propagandë për të mirën. Kurse këta janë pak, por bëjmë propagandë për të keqen. Edhe na duket sikurse e keqja ka marrë hof, edhe shumica e popullit ton janë këqij, janë destruktiv, janë të pavishëm, nuk është realitet kjo. Dhe këtë mund ta dëshmoj me një shembull shumë thjeshtë. Me siguri e ki ndonjë fëmijë në shkolla, po. Atë ka ndonë ndonjëherë me kalu rreth klasës, rreth klasave, edhe me ndi zhurmë. Zakonisht në për klase janë 25 nxënës, 30 nxënës, kushtimisht me ta. Nëse nuk e hap derën edhe ndin zhurmën, ti duket sikurse krejt nxënës bëjnë zhurmë. Apo? Duket ashtu. Shumë vërtet. Por realisht janë 2-3 nxënës që bëjnë zhurmë. Kurse 25 tjerë janë krejt në për vendet e veta. Bon këtë tyre. Domethënë deri në momentin që nuk e hap derën, domethënë ti duket se krejt janë të bëjë zhurmë. Po kur e hap derën e shef se veç 2-3 nxënës. Domethënë ata 2-3 problematika, ata bëjnë zhurmë, edhe duket ti sikurse këtë janë të bëjë zhurmë. E njëjta është edhe në popullin tonë. Këta media që bëjnë zhurmë shumë, janë të zhurmë shumë për ta propaganduar të keqen. Edhe me një farë mënyre, kjo krijon një farë mendësie të njerëzit që i përcjellin këto emisione, dhe i fusin me një farë depresioni, me një farë mendimi të keq, me një farë vakumi që ata i detyron të bëhen destruktiv, se ja që tash gjithë janë të këqij, gjithë janë kështu, domethënë se ata vetëm e promovojnë të keqen. Nuk promovojnë diçka me vlerë për ta motivuar popullin tonë. Edhe krejt natë që i shohim këto emisione, domethënë s'po flas për krejt, ata që dinë me selektu dhe që dinë me reduktu, ata nuk ndikohen për kësaj. Mirë po foli për shumicën që janë me një natyrshmëri të pastër. Ata ndikohen për kësaj. Edhe kjo, domethënë, krijon një varësi, kjo krijon një problem psiqik te mendja e njerit, se kështu mendja është gjëja më e rëndësishme te njeri. Edhe unë shpesh herë potencoj këtë. Kurani, këtë feja, në rend të parë i drejtohet mendjes. Domethënë, për ta ruajtur shëndetin e mendjes, për t'i dhënë ato preventivat që të mos ndikohet nga fenomenet
negativet dhe dukurive të këqija në jetë. Se kur truhet mendja, është këtë kollaj, është këtë letëm. Domethënë, jetën e shef më ndryshe, jetën e shef më me pozitivitet. Po kur të smuhet mendja, domethënë atëherë smuhet e gjithë jeta. Se mendja e njerit është ajo që e dirigjon njerin. Para, domethënë, këta i mshojnë mendjes me këto propaganda, me këto emisione, që duhet sa më shpejt të ndalen këto emisione ose të bojkotohen. Sidomos të xhallarët. Këta janë të kriju, domethënë, një varësi shumë më të madhe se sa varësia e drogës e të alkoolit. Dhe dukurive tjera të këqija. Alhamdulillah, xhallarët janë të bojkotu, e kanë kuptuar atë djallëzinë e tyre. Po ka me edhe 1-2 dëni hoqë që se di, po duhet këtë të Gjithë duhet t'i bojkotojmë ta. Edhe duhet t'jemi të vetëdijshëm që ta shohim pasojën e të keqes së këtyre emisioneve dhe që të punojmë bashkërisht për të mirën e popullit tonë.